Një ngjarje e rëndë është regjistruar në lagjen numër 1 të qytetit të Korçës, ku një e moshuar ka ndëruar jetë në mënyrë të papritur. 84 vjeçaria nuk po ndiej mirë dhe njoftoi fëmijën e saj për t'i kërkuar ndihmë, por në momentin që fëmia sapo mbriti dhe 84 vjeçaria i ka hapur derën, kjo e fundit ka rënë për tokë dhe ka ndëruar jetë në oborrin e banesës së saj. Edhe pse fëmia ka njoftuar menjëherë ambulancën, kur ekipi i emergjencës mbriti e moshuara, nuk ishte shenja jete. Në banesë kanë shkuar edhe forcat e policisë, të cilat kanë nisur veprimet e para hetimore për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes së rëndë. Kujtojmë se në qytetin e Korçës ngjarje të ngjashme janë bërë shumë të përsëritura, përgjithsisht me të moshuar të cilët jetojnë vetëm. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.